pse ba Allah s'ka dhënë evlat? Duket e keqe për tyje. Shko këshirë disa njerëz që kanë fëmijë shumë ka thonë, e ndëgjon me gojën e tyre se si nana baba i mallkon. Ma mirë Allah mos të më dhash evlat. Çfarë ku e ka ardhur këtë çer? Ku e ditë? Kjo të mushllon ty e t'jep freskim. Pastaj e dyta, ajo që t'jep ala më shumë freskim se ka dhe njerëz që kanë qenë më të mirë se na s'kan pas fëmijë. Allah i ka sjell pejgamber që kanë pas vetëm vajzë. Ka pas pejgamber vetëm djem kanë pas. Kanë pas pejgamber, kanë pas edhe djem, edhe vajza, ka pas pejgamber, s'kan pas fëmijë fare steril. Pra ty e ka qenë Jahja dhe Isa a.s. nuk kanë pas fëmijë. Po të ishte mos para fëmijë, mos furnizimi e vlatëve, diçka e keqe, Allah nuk ja donte kuna pejgamberve. Pejgambert janë njerëz më të mirë. Po jo, merri të gjithë shkaqet, pastaj çka ndodhe, të jesh i bindur thellë se kjo ka qenë në interes tanë, favorin tanë, dynjan tanë, ajretin tanë, familjen tanë. Edhe e kundërt e kundërt. Çdo se që ka qenë diçka e dëmshëm, dije që s'ta ka caktuar Allah se ka qenë në dëm tyje, fen tanë, dynjan dhe ajretin tanë. Mirë po na duhet më marrë shka? Duhet më marrë se edhe pse i dërguar Allah ka thënë, besimtari i fortë është më i dashur dhe më i mirë te Allahu se besimtari i dobët. Wa fi kulli khairin. Mirë po në të dy ka hajr dhe mirësi. Pastaj ka thënë, kujdesu, shko mas asaj që ka të sjellë shumë dobi. Edhe kërkon ndihmë prej Allahut, mos u bëj pamundshëm.